Krishti i ka qortu nxënësit e vet për 2 çështje kryesore, që janë thelbësore për jetën e fe, jetën shpirtërore. Për mosbesimin edhe për ngurtësinë e zemrës. Për mosbesimin e fjalët e tij, në premtimin që ju ka dhënë, mirin gjallën, dhe për zemrën e ngurtë, për zemrën e ndrydhur në dhimbje, për zemrën e ndrydhur vetëm në fatkeqësi, në zhgënjim. Kena nevojë edhe na për çdo ditë për me ndinj këtë shurtim të Krishtit, në mënyrë që të bana njerëz që i besojmë më tepër fjalëve të tija. Ai ka fitu mi të keqen, ai ka fitu mi vdekjen, ai ka fitu mi tana plugështit e botës. E në kjo se ndikojmë zanin e ti, kena me kënë fitimtar gjithmonë. Na nevojitet me besu Krishtin fortësisht dhe mos me lanë zemrën tonë më ngurtësu, që të mos mesim njerëz të varrit dhe të vdekjes, por t'jena njerëz të jetës.